Një truk që heq shtresat të yndyrës nga xhami i furrës. Çdo anvis ka ndonjë truk të saj për të pastruar shtresën e grumbulluar nga përgatitja e ushqimit. Megjithatë, ne besojmë se ju do të dëshironi të provoni edhe këtë metodë. E gjitha që nevojitet është një tablet për larjen e enëve, ose edhe dy nëse keni, dhe një tas me ujë të nxehtë. Përdoreni vetëm tabletat që janë tableta xhel, zhytini tabletat në ujë dhe mbajeni të njumura ajsa të thithet pak ujë, por jo shumë më gjatë në mënyrë që të mos fillojnë të thërmohen. Pastaj thjesht fërkoni xhamin e derës me tablet. Nëse nuk keni nevojë për një sfungjer, lëvizni tabletën me pëllëmën tuaj në një lëvizje rrethore për të hequr njollat e yndyrës. Nëse tabletat e pastrimit fillojnë të thahen, i njohni përsëri. Ky truk është i shkëlqyer për pastrimin e derës së furrës, por gjithashtu është efektiv edhe për pastrimin e kornizave metalike. Nevojitet vetëm presion më i fortë. Kur të keni mbaruar, fshini mbetjet e saj dhe përsëriteni duke e pastruar me një leckë të